Unë mendoj që këtë proces duhet ta fitojnë njerëzit që s'kan asnjë faj, kanë qenë shërimtarë të Kosovës. Ushtria shërimtare e Kosovës ka respektuar të gjitha normat dhe dokumentat të konventave të ndërkombëtare dhe besoj që do të ketë një përfundim triumfalist nga pjesëtarët e UÇK-s në proces gjyqësor që ndodhe në Hag. Sigurisht që fillimi ka qenë aq i padrejtë saqë do kërkohesht edhe të dëshmohet ajo pafajësi, ajo padrejtësi që i bëhet e ushtrisë shërimtare të Kosovës, me livrin e verdh, me shtëpinë e verdh, nga Dick Marty, një deputet zvicran, që ishte një kompromitim i madh jo vetëm i Kosovës, po i tërë shqiptarëve. Dhe pikërisht këtu është edhe nisma e gjykatës speciale, po tani pavarësisht se sa ngritën çështje të tjera, kjo është një çështje tjetër, e cila mendoj që do të triumfojë vërteta. Kosovës i duhen të gjithë njerëzit e vet, Kosovës i duhen të gjithë luftarët, aq më shumë ata që kanë luftuar për lirinë e vendit të vet, aq më shumë ata që kanë dhënë për Kosovën, sigurisht që i duhen.